Një vjedhje me dëm të konsiderueshëm është raportuar në Pej, ku një 27 vjeçare dyshon se janë vjedhur 94.000 franga zvicerane nga valigja e saj, ndërsa ajo ndodhej brenda banesës së prindërve. Sipas informacioneve, e reja kishte ardhur nga Zvicra më 12 korrik, duke sjell me vete një valigje ku ndodheshin 94.000 franga zvicerane. 2 ditë më vonë, kur e hapi bagazhin, ajo vërejti se dryni ishte i thyer dhe se të gjitha aparat mungonin. Rasti u raportua menjëherë në polici, e cila doli në vendin e ngjarjes së bashku me hetuesit dhe njësinë e kriminalistikës për të kryer ekzaminimet e nevojshme. Sipas të dhënave fillestare, nuk janë konstatuar shenja të thyerjes në banesë, por vetëm në valigje. Në banesë, sipas burimeve, jetojnë edhe familjarët e viktimës. Në vend ngjarje janë mbledhur prova materiale, ndërsa hetuesit po punojnë për identifikimin e autorit dhe zbardhjen e plotë të rrethanave të rastit. Me urdhër të prokurorit të shtetit, rasti është iniciuar si vjedhje e rëndë, ndërsa hetimet janë në vazhdim.